kam unë është, a mundet nëse dalin gjëra të tjera nga telefoni, gjithmonë nga telefoni, mbetet nga pikpamja procedurale brenda këtij procedimi, pra vetëm tuneli llogaras, apo kjo mund të prodhoj një çështje tjetër që del më vete, si nëse marrim hipotezën që tha zoti Alaudin Male. Telefoni, po, hapet telefoni, deli gjë tjetër. Ç'a ndodh? Atëherë, domethënë, duhet hetohet dhe ky fakt, sepse çështja aty është. Po nga i njëjti prokuror apo pastaj nga i njëjti prokuror do hetohet dhe fakt, sepse jemi para rastet të bashkimit të procedimeve, ku një person dyshohet se ka kryer disa vepra penale dhe jemi në të njëjtën fazë. Çështja është aty në SPAK do hetohet, sepse s'mund të jetë 4-5 prokuror, ai është një fakt e ka i prokuror. Se janë juristë, po patjetër është politizojnë. Si ka mundësi që gjithë ky enturazh, përfshi ky komisioni, përfshi Berberi, Belinda Palloku, Edi Rama, këtej me firmë, gjithë ky grup që është marrë, pse nuk hetohet si grup i strukturuar kriminal? Ndoshta mund të shkojë edhe në fond. Ndoshta mund të shkojë. Edhe mund, po neve nuk. Problemi është që atë që tham në fillim. Faza e parë është thjesht telefoni i Berberit, apo jo, i cili ka dhënë 1, 2, 3 indicie të prokurorisë. Po këto nuk janë bërë prova akoma. Janë thjesht indicie të prokurori që ky ka kryer këtë vepër penale ose atë vepër penale. Ne themi që nga kjo indicie që kemi marrë aty, ndikimi i palishëm është një vepër tjetër që duhet ishte komunikuar zonjës Ballu tani. Thjesht me telefonin e këtij. Por nga këto telefona ose nga këto prova që mund të janë dhe nga deklarimet e dëshmitarëve që mos të harrojmë me tjetrën, pse pasojën e kemi, që ka ardhur një pasojë e madhe 69 milion. Tani do të duhet që t'i bashkangjisim të gjitha këto provat, deklarimet e dëshmitarëve, prova, telefonajtë dhe tjera, t'i bëjmë një trup të vetëm që të provohet akuzat për gjitha dhe që t'jetë grupi strukturuar, duhet që t'jenë në kooperim me njëri tjetrin, të bashkëpunim me njëri tjetrin, që e kanë bërë të gjë për të ardhur me qëllimin final dhe anën subjektive për të përfituar në mënyrë pa drejt shumë 69 milion euro. Pra, themi që sot prokuroria nëse do hapin telefon tjetër, po themi, ose ka marrin deklarim se mund të këndot një diçka tjetër, që njëri nga këta dëshmitarë mund të dhe një deklarim tjetër që ne nuk e dim sot, sepse janë në fazën e hetimit të çështjes. Mund të jep një deklarim për shembull që tregojë vërtetën se si është bërë kjo gjë. Atëherë është e sigurt që prokurori do t'i komunikojë një akuzë të gjithë këtyre. Pra, akuza do të vinë njëra pas tjetrës. Gabimi vetëm është për mua që këtu duhet kishte filluar duke qenë, po kjo është një tematikë të cilën SPAK-u e ka përdorur rëndomt. Pra, ka filluar hetimin me një vepër penale, pastaj ka dhënë 3-4 vepra penale. Në fakt, për shuma kaq të mëdha dhe për dëme kaq të mëdha duhet që të jetë direkt në mënyrë tjetër hetimi. Për shembull, ne bëm lançimin e Arben Ahmetës, nëse ju e mbani mend. E lodhën 8 muaj Arben Ahmetën derisa iku në Shqipëri. Sepse po të kishte treguar i penduar Arben Ahmeta në atë kohë po të ishte ndaluar, atëherë do të kishte ndodhur histori tjetër. Nuk do të kishte ndodhur asnjë gjë tjetër. Ju thoni i penduar, po ka një gjë. Të jesh i penduar, ju e dini më mirë se unë është pranosh fajin për një pjesë dhe por t'ja shtosh dikujt tjetër më shumë. Çështja është Arben Ahmeta dhe sot eksa ditë në intervistat që pretendon që është i pafajshëm në gjithë gjërat për cilat akuzohet. Problemi është që unë jam dakord që ai mund të pretendojë që është i pafajshëm dhe sigurisht është drejtë e tij për të pretenduar që është i fajshëm ose i pafajshëm. Ne themi çfarë ka ndodhur realisht. Nuk po themi çfarë mendon ti ose çfarë do të bësh ti mbrojtje. Arben Ahmeta pretendon se ka djeni për shumë fakte. Apo duhet i deklaroj. A ka djeni? Po tjetër gjë është i deklarosh nga pozitat e tij si person në djeni dhe tjetër gjë është i deklarosh si i penduar i drejtësisë. Si zëvendës kryeministri, për shembull, për disa gjëra ai ka dhënë orientime që ka shtuar. Me që po i referohemi zotit Ahmetaj, zoti Ahmetaj është ulur nga ana tjetër e kësaj tavoline. Këtu. Po. Është edhe ai këtu. Ku supozohet që kryeministri, zëvendës kryeministrja, më saktë, s'ka qenë zëvendës kryeministri. E ka thonë, nuk e dija pse shkuan. E ke parasysh intervistën? Po këtu e mori vesh besoj. Ati e mori vesh. Po prandaj dinte. Masi ulën dhe folën, në fakt. Prandaj dinte se ishin aty brenda. Ne prandaj si dishim se ishim këtu jashtë. Po pra, në momentin që ka marrë përsipër të rrëfej, do duhet ta kishte rrëfyer edhe brendin e bisedës. Mos thotë që ta tregoj ajo për çfarë u shkua ma tjetër, se gjithë luajnë. Pra, kjo është edhe një nga pikat determinante i ndryshimeve dhe i futjes së reformës në drejtësi në Shqipëri. Pra, ne kemi bërë një reformë në drejtësi për të shkatuar sistemin e drejtësisë. Ne kemi hequr disa gjyqtar për një koltuk,
për 2 milion lek të vjetra, e tjerë, pas një shërbimi me shtetin prej 30 ose 20 vjetësh. Sot ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë, një gjyqtar ka vdekur, ka lënë, do të thonë, dhe ai kishte punuar në sistemin e drejtësisë 42 vjet. E kanë hequr nga puna për një koltuk. Edhe ishte shumë e turshme dhe shumë e frikshme dhe është rasti tipik i shtetit që i ha në pabesi gjyqtarët. Pra, ne po themi që është bërë një reformë drejtësi për të rënë këtyre gjyqtarëve që të bëjnë ca gjyqtarë të rinj, që të jenë shembuj të kësaj historie. Në fakt, gjyqtarët nuk kanë qenë edhe asnjë forcë politike, as Partisë Demokratike, as të PS-s, as të pjesës parë. Gjyqtarët janë ata që kanë shërbyer për të mbajtur themelet e shtetit. Dhe ne po themi që në të gjithë historinë e reformës drejtësie janë hequr gjyqtarë cilët kanë mbajtur peshë. Kanë qenë 97-ën gjyqtarë, kanë qenë 90-ën, 96-ën, 98-ën, 2002-shin, që kanë marrë pjesë në të gjitha në çështjet më të rënda. Janë hequr gjyqtarë që kanë dhënë burgime të përjetshëm, janë hequr gjyqtarë që kanë dhënë dënime me vdekje. Atëherë, çfarë ka ndodhur me reformën drejtësi? I kemi treguar gjyqtarëve të rinj që ju nëse do të mbroni dhe keni një marrëveshje me shtetin të jeni me shtetin, nëse do të ndodhi po e njëjti fenomen që u ka ndodhur tyre të tjerëve. Dhe prandaj sot po kemi ne gjyqtarë e prokurorë që kanë lëshuar fare pa duar. Po vetingu ishte proces kalimtar. No, nuk ishte proces kalimtar, ishte thjesht proces politik për mua. Jo, e kanë fjalën kalimtar në sensin që këta të rinë që dalin si do të kullojnë nga puna. Nëse po flasim për procesin e vetingut, po të them një gjë që nëse do të ishin ky standard i drejtësisë para reformës drejtësi, këtu s'do të kishte në ato vepra penale. Asnjëri s'do të ishte në xhiron ata, se asnjëri nga ne nuk ja hapte rrugën askujt për çfarë do lloj gjëje që mund bënte. Ne na kanë bërë dhe presione, edhe kanë afruar shumë, edhe ndere, tjera, dhe ne ishim pa përlyrë në të pjesë. Ju po thoni që rritja e perceptimit të korrupsionit gjatë qeverisjes së socialistëve, se ta them që korrupsion se takoj do e. Po rritja e perceptimit lidhet me vakuumin që u krijuar në sistemin e drejtësisë. Jo, me mos funksionimin. Me mos funksionimin. Ti do të thënë ti tani kemi 12 vjet, ne nuk e dim ore, se tani po kapim edhe këto, do të thënë çështjet më të rëndësishme janë 3-4 çështje të rëndësishme të pushtetit të madh. Tani po të bëjmë pyetje që ore me pushtetin e vogël çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur me bashkitë, çka ka ndodhur me ndërmarrjet e vogla, me këto tjera, se ka ndërmarrje në Shqipëri që i kanë ëndër njerëzit për të qenë drejtora ndërmarrjesh, pa qenë fare në postin e zonës kryeministres, që janë shumë fish corruption dhe janë të hapur të sot. Nuk është më si kohën e parë, që edhe dje dhe s'dje që kishte corruption. Kështu që reforma drejtësi bëri vetëm një gjë, ngri në njerëzit cilët e kishin lidhur jetën me shtetin i ngri në pabes. U treguaj pabes shteti vetë, politika. Te ky dëgjoj juve që thoni këto, po mendoja një detaj, duke qenë se kanë vajtur te peshku i madh në kuptimin figurativ të shprehjes që përdori ambasadori Donald Lu, po. I bie që ndonjë nga bashkëpunëtorët e peshkut të madh, Xenoklosi, për shembull deputeti Fierit, është peshk i vogël tani dhe mund të shpëtojë. Pra me që s'po merret me këto, kjo ishte pak cinike në këtë mënyrë. Po të bëj një pyetje është më politike kikis për ta kthyer tek diskutimi, po më thuaj. Jo, se kaluam pak atë episodin e Ballukut që del dhe bën këto PR-et. Do vetëm një kujtesë. Ja, kjo është pyetja. Përgjigjuni si doni, po ta fillojmë bashkë. Impakti politik i gjës. Ju më thatë që nuk jeni të shqitur, nuk jeni të blerë nga zonja Balluku, pavarësisht se sot u duk sikur fokus ishte dhe kjo pro familje, se për ju familja shmeshen se Balluku është më pak e rëndësishme. Bëra interpelancën dhe kam dhe këtë. Dakor. Tani, impakti politik i gjës. Do arini, do t'ju të kapitalizoni si forcë politike opozitare këtë idenë e ngjitjes gjithmonë e më lartë akuzës për korrupsion? Me të drejtë Kia tha, është i pari ministër dhe zëvendës kryeministri Nikos, ishtë në detyrë. Po jo i fundit. E vërtet është, ajo që thone ju, unë do doja të ndalesha te dy çështje, duke përfshirë dhe këtë që ngritet ju. E para, përsa i përket PR-it që po bën Belinda Balluku, dua t'ju kujtoj këtu, PR-in e Sajmir Tahirit, që në kulmin e akuzave, përqafoi me Obamën. Dua t'ju kujtoj këtu që Erion Veliaj, kur ditën që është arrestuar, në televizor dilte që po inauguronte një qerdhe në Astir. Ku sot e kësaj dite nuk ka qerdhe, as kopësht, as shkollë. Pra, kjo është një skem e ngritur për këtyre prej kohësh. Nuk do t'i shpëtoj dot në qoftë se ajo nuk bashkëpunon me drejtësinë.
e ka të garantuar unë që t'jemi sinqert me ju. Se thot populli, as Hasmit nuk i urohet burgu dhe nuk ja uroj burgun. As Belinda Ballukut, as kujt. Të shkojt bëhet pentito, t'i kthej parat qytetarëve, se po hiken një popull i tërë, po shpopullohet një vend për mungesë të mundësive ekonomike në Shqipëri. Mungesa e mundësive vjen nga vjedhjet e këtyre. E dyta, duke u kthyer edhe pyetjes suaj në lidhje me çfarë do bëjmë ne. Gjithë këto vjedhje, gjithë këto denoncime, gjithë këto afera që flasim ne, gjithë kjo mega skandal i dalur sheshit. Ka një ngërç. Duhet një reagim kombëtar, nuk është çështje partijake apo politike vjedhja. Vjedhja është një çështje që na prek të gjithëve. Të varfër, të pasur, të ri, të vjetër, pa rëndësi. Vjedhja është një çështje që na prek të gjithëve. Dhe nëse ne vazhdojmë duke dalur në emisione sikur po japim edicion informativ, sot na vodhi Balluku, nesër na vodhi Olta, pas nesër na vodhi Taulanti, ditën tjetër na vjedh Rama, një tjetër na vjedh që kanë këta emrat. Ta ministrat as nuk i njohim më. Ne nuk mund të vazhdojmë më kështu si shoqëri. Është koha që ne të ndajmë mendjen si shoqëri. Do pranojmë të vidhemi dhe hajde të bëjmë këtu zhurmë nëpër studio televizive që nuk zgjidh asgjë, as në studio televizive nuk e zgjidhim dot, as në parlament nuk e zgjidhim dot. Hajduti përzihet dhe largohet me protestë, me revolt. Dhe kur flas për revolt, jo për miting. Si në çdo vend botës. Kapet qeveria duke vjedhur, qeveria rrëzohet nga populli. Por kjo nuk është çështje partijake. Dhe kjo nuk shërben vetëm për të larguar këtë qeveri. Kjo ka shumë rëndësi. Nuk shërben vetëm për të larguar këtë qeveri. Se nuk bëhet sot protestë edhe për Ballukun, përveç protestës për ligjin e barazisë gjinore, mos diskriminimit. Një sekond. Kjo nuk shërben vetëm për këtë qeveri. Rrëzimi i qeverive që kapen duke vjedhur shërben dhe për qeveritë që do vinë. Që ti tregosh që po vodhe, do të hapsosh si këta. Se në të kundur çdo qeveri që do vi, do shikoj dhe do thotë që këtu vidhet dhe s'bën gjë. Mund vish, bësh miliarder, vjen me 3 milion lekë në bankë si Edi Rama, edhe bësh milioner me euro. Vjen me shtëpi me qera që e pagonte 500.000 lekë, 600.000 lekë muj, dhe bësh me vil 6.000 metra katror vil që ja ka zilin çdo kryeministër evropian. Tani ne mund ta ndajmë, në qoftë se do bëjmë një punë të vërtet, është që ne gjithë punojmë si shoqëri, gazetar, intelektual, mediat, shoqëri civile, qytetar, partitë opozitare, të bashkohemi për të rrëzuar këtë qeveri, vetëm në formën e revoltës. Formë tjetër, kjo qeveri nuk ka të rrëzohet. Ne mund të flasim këtu nga mëngjesit deri në darkë çdo ditë, 24 orë në ditë, nuk e zgjidhim dot. Ka një perceptim që